Është nxjerrë për konsultim publik projekt vendimi për strategjinë kombëtare për kulturën 2026-2030, që parashikon injektimin e 10 miliard lekëve për këtë sektor. Sipas relacionit, vendi ynë alokon vetëm 0.3% deri në 0.7% të prodhimit të brendshëm bruto për kulturën, një shifër kjo që na rendit në fund të Europës, ku mesatarja e Bashkimit Evropian luhet në rreth 1.2%. Pikërisht për të përmbysur këto dobësi strukturore, ky projekt ligji i ri i hartuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit me mbështetjen e Agjencisë Italiane të Zhvillimit, sjell një paketë reformash rregullatore, ndërto spikasi në rishikimi plot i ligjit për artin dhe kulturën, modernizimi i normave për mbrojtjen e trashëgimisë dhe për herë të parë sankcionimi i statusit të artistit. Nga pikpamja e shifrave, modeli financiar i strategjisë kap një vlerë prej afro 10 miliard lekësh në vit. Buxheti i shtetit do të mbulojë pjesën më të madhe, ku 40% përmes racionalizimit të fondeve ekzistuese dhe 30% nga alokimet të reja publike, të cilat do të sjellin një rritje vjetore prej 3 miliard lekësh në fazën fillestare. Pjesa tjetër prej 30% do të garantohet nga donatorë ndërkombëtar si Bashkimi Evropian, IPA 3 dhe Banka Botërore, si dhe nga kontributet e diasporës dhe investimet private. Përmes këtij plani, Shqipëria angazhohet të arrijë në 0.8% të prodhimit të brendshëm bruto brenda 5 viteve, duke u parafruar me shtete si Rumania, Bullgaria apo Italia. Strategjia funksionon mbi 3 shtylla: modernizimi i muzeve dhe qendrave kulturore për të rritur cilësinë e jetës, ndërkombëtarizimi dhe eksporti i krijimtarisë shqiptare, si dhe digitalizimi i arkivave përmes ngritjes së një njësie të posaçme të koordinimit të politikave kulturore. Ky projekt ligj tashmë pret mendimet e grupeve të interesit në fazën e konsultimit, ndërsa pas miratimit, progresi do të monitorohet nga një rishikim formal në vitin 2028 dhe raportim të përvitshëm në Këshillin e Ministrave dhe në Kuvend.